Një stuj dimërore masive ka nisur të godas mbi gjysmën e Shteteve të Bashkuara, duke sjellë rreshje të dendura bore, akull të rrezikshëm dhe temperatura ekstreme. Sipas shërbimit kombëtar të motit, rreth 180 milion njerëz janë nën paralajmërime për mot të ashpër, ndërsa stuhja shtrihet nga Teksasi deri në New England. Në veri parashikohen deri në 30 cm borë, ndërsa në jug priten rreshje të përzierë dhe akumulime të rrezikshme akulli, që mund të rrëzojnë pemë dhe linja të energjisë. Qindra mijëra banor rrezikojnë të mbeten pa energji elektrike, ndërsa kushtet e udhëtimit konsiderohen shumë të rrezikshme. Erat e forta kanë ulur ndjesinë e temperaturës deri në 46 gradë Celsius në disa zona, ndërsa mbi 2/3 e popullsisë amerikane pritet të përjetojnë temperatura nën zero. Deri tani, disa shtete kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme dhe autoritetet u bën thirrje qytetarëve të qëndrojnë brenda. Ndikimi i stuhisë ka shkaktuar anulimin e mijëra fluturimeve dhe mbylljen e shkollave, ndërsa sistemi i motit pritet të godasë edhe qytete të mëdha si New Yorku dhe Washingtoni në ditët në vijim.